Rrugët e qytetit Vlorës, por edhe trotuarët, të cilët janë të amortizuar në total pas projektit për vendosjen e rrjetit të ri të ujit të pishëm, janë kthyer tashmë në një shqetësim të përditshëm për qytetarët e Vlorës. Sipas qytetarëve, është tejet e vështirë të kalosh në këto rrugë për shkak të amortizimit. Trotuarët e çarë dhe të dëmtuar shpesh i detyrojnë kalimtarët këmbësor, siç tregojnë edhe ata vetë, të kalojnë në mes të rrugës duke u rrezikuar nga makinat. Vetë qytetarët kërkojnë që segmentet rrugore të rehabilitohen sa më parë, duke treguar edhe raste që janë rrëzuar edhe për tokë. Madje ata shprehen se rehabilitimi i rrugëve dhe trotuarve do ta lehtësonte shumë jetesën e tyre në qytet. E kemi shumë vështirë. Rrugët janë bërë të ngushta një, e dyta. Makinat parkohen vend pa vend. Kështu që detyrojmë të marrim biçikletën për dorë. Aq më tepër që ne jemi dhe moshatar. Nevojë rrugët e Vlorës rregullohen. Ka shumë nevojë, se çiko. Kur janë bërë këto rrugë, ajo rrugë e re, ishte një alkoolist, malok nga Dibra, që kryente punimet. Mirë po ai mori lek dhe nuk e bëri trotuarin. Edi Rama erdhe një ditë në orën 9 këtu dhe tha, duhet të bëjnë drejt rrugët, tha. Ata e lanë, bën trotuarin a 50 pont, 20 pont, edhe rrugët janë shumë të ngushta që nuk qarkullon dot. Po për shkak të gropave, ke vështirë të lëvizësh bien? Edhe për këtë unë kam shumë vërejtje. Nëse do shikojmë qytetin e Vlorës, që është dhe qytet turistik, shikojmë gropa, që në fundit shoferat, drejtuesët e mjeteve paguajnë taksat. Qytetarët e Vlorës kanë shumë ankesa në drejtim të infrastrukturës, po edhe në shumë problemet të tjera të cilat e shqetësojnë popullin. Mirë me hallet që kemi, që është ekonomia shumë e dobët, po nuk na lënë dhe këto. Shikosh, po të vesh ai spitali aty, kartona mbeturina dunjaja që nuk i paston një herë javë vjen ai. Ajo kryetare e bashkisë që ka marrë detyrën tash, duhet të lëviz. Shikojmë që shumë rrugët e qytetit janë të shkatruara, të çara, të amortizuara. Janë, ujë deri ata të këtu, njerëzit s'kan ujë, anë i lartë në Vlora. Nuk punojnë njerëzit këtu, dalën edhe rrinë, bëjnë shahir punës. Duke parë gropa të shumta, ke vështirë kur kalon? Kam asë një pleqëri në adhervarën. Kemi zëmrajme, po që do bëjmë? Kështu ardhë kohërat. Duhet përmirësuar infrastruktura? Po si u birë. Çfarë duhet bërë? Duhen stabilizuar rrugët, duhen rregulluar? Duhen stabilizuar, duhen rregulluar, duhen ata njerëz që spunojnë, që në përbashkira, në për këto institucionet të dënonen, të hiqen a puna, të vihet gjoba. Se nuk zëmën njerëzit kështu. Po që se kemi të vështirë? Qysh? Thuajt. Ja të plasi atje, të la atje dhe iku, pastaj. Për sa i përket infrastrukturës rrugore, po të po qa pjetë, o zëmra ime qa pjetë, nuk i shikon. Hap këtu, mbyll këtu, hap këtu, mbyll këtu. Qa do bësh? E qa di themi më? Qa do themi më? Ska më për ne. Arash, u bëra copa, as tuti, as tu. Pa e pate ti fajnë, po unë isha në tërduar, ti mos i tërduar. Sere, qëfar ndodhi? Rëshkita në një lëkur bananër. Jo, si ishte faja ti, po ta shiti ndalojnë që qoma djetë e kështë. Pasaj sa u detyrova i ka në Greqi. Jeshe rezikuar për jetë? Po qësh nuk ndihesh? Po këtu? Po qa thua mi zmrejnë nësë? Qa thua këtu është alla unë arruat këtë të duhet përmirësuar këto probleme? Duhet përmirësuar. Ti ishin përmirësuar. Mos e hapa atë, mos e mbyll këtë, mos e hapa atë. Mbaroj një punë, bëj një punë tjetër. Për pak muaj do t'jemi në sezonin veror, ndërkohë që thuajse të gjithë rrugët e qytetit të Vlorës vijojnë të jenë mes amortizimit. Le të shpresohet që deri në nisje të sezonit, kohë kur Vlora do të presë qindra pushues vendas e të huaj, rrugët e Vlorës të rehabilitohen në zhvillim të sezonit turistik, por edhe të ekonomisë së qytetit.